Jemi me zonjën Eni, e fillojmë sot me një përjashtim gëzuar, e fillojmë në... Gëzuar të gjithve, gëzuar, ne pushojmë pak. E Na bie vërtet, që t'jemi shpesh këtu pranë jush, po të lumtur, patjetër, sepse ndajmë së bashku si gëzimet, si hallet, si problemet, por uroj që ky vit të jetë më i mirë se ai që lam. Me siguri do t'jenë. Ndërkohë, pas shihemi në gjysh, kemi dhe telebingon, kemi festën e madhe, kështu që jemi në këshë, jemi po. Jemi këtu. Ndërkohë, sot kemi, çfarë janë dy të ftuarit tanë sot? Thjesht bashkëtues. Bashkëtues. Me shumë gjëra mes tyre, mirë është t'i dëgjojmë. Çfarë ka thënë Gjoni? E ndihmova, i dhash para, i dhash një dorë ta çoj në jetë, dhe ato mu me kërcnojnë në telefona. Unë nuk i kam borç njeriut. Ato ta kërkojnë në Loliana Kici, jo tek unë. Ato ta kërkojnë në Loliana Kici, jo tek unë. Kush e kërcënon Gjonin? Le ta ftojmë. Gjon? Mirë se vjen. Sonja Eni më shëndet sot e di që bërja. Dhe të publik i dashur. Kënaqësi Gjoni. Si e? Mirë. Mirë? Shumë mirë. Unë quhem prang Gjoni. Por ti ke dëshirë të thonë Gjon. Gjoni, emrin e gjyshit. Okay. Unë kam thjerrur sot Loliana Kicin, nga një fshat i Përmetit Xingali. Ti vetë nga je? Origjinë nga Mirdita. Okej. Si ndihesh me një përmetare? Mirë. Mirë po jo mirë. Në thonjza. Atëherë mirë, po shohim çfarë. E kam sjellur sot këtu për të më shpjeguar pse mua më ka fut në një sherr shumë të keq pa lidhje. Po mirë, shohim së pari çfarë ka thënë Juliana dhe pastaj diskutojmë. Unë jam e braktisur. Kam një vit pa takuar fëmijët e mi. Ju lutem, më ndihmoni. Ajo ndihet e braktisur. Cili është motivi, ja të shohim. Juliana. Shëndetje Eni, shëndetje zoti Ardit, shëndetje publiku. Mirë se vjen. Si gjejmë. Zonjeni? Edhe njëherë, me ardhjen dhe të protagonistëve, gëzuar 2026-ën, jam shumë e lumtur që e filloj me Gjonin dhe me Julianën. Kënaqësi. Derit. Fjala është për ju. Me Loliana Kicin ne jemi njërë lidhje shoqërore në Sodi. Në Suedi. Po, lidhje shoqërore ka qenë. As premtime, as i gja. Në çfarë kushtesh e ke njojtur? Me një një njeri. Unë nuk e njojti njeri, as kam lidhje, as nuk e njoj, dhe as nuk me nje. Po. Aje torturon të këte, e rrithë këte. Si është ram në një shoqëri, edhe një moment... I ka nga një person, na ish buri, Kristo Qirollari, se isha e dhunuar na vjeri, do të më kapte. Ish vjeri. O që vjeherë pas ke pas. Qarë vjerë kam pasu, po qarë të bëj unë e shkreta, ku t'ja me babaj, s'kisha ndim. Po të s'kam. Më falë se është më rëndjo. Kristo Qirollari është bashorti juaj. Bashorti. Aktual sepse... Po, aktuali është... Jo, ish nuk e ke, se nuk je ndarë akoma. Kam darë, po Kristo Qirollari është... E ke burë akoma, të lutem, edhe babaj fëmijë. Tani, je larguar nga... Po të lutem, mërë zotri. Je larguar nga bashorti parë dhe ke lënë 2 fëmijë. Po 2 fëmijë, po nuk i kam lënë Eni, nuk i kam lënë unë. Më ka braktisur Kristo Qirollari, më soli na Janina, na Greqet, 12 vjetë. A kupton? Po. 12 vjetë, qarë i thonë vetëre? E qetë pak, po të lutem. Qarë të rish 12 vjetë vetë, o Eni me... I këmbaj pleshte mi, thoshte. Qarë të bëja unë? Okej, pastaj qarë ndodhi? Ndodhi si ndodhi. Vjeri, qarë bëri vjeri? Do të më shfrytëzote mua, më thoshte mua. Lem se ke mua, nuk ke atë, më thoshte mua. Lëra i të ri atje në Greqit të punoj, se na ke neve këtu. Qarë është kjo Eni? Jemi femra mbi të gjitha, jemi femra. Jam mama, jam grua, jam nën, si të shpjegoj. Është shumë e rëndë kjo, Shumë e rëndë. Baba i Kristos. E ta dëgjoj, moj. Nuk më intereson fare, Ti ke pasur nga cmime seksuale nga vjeri? Jo. Kam pasur konflikte, kam pasur nga cmime që ai më ke mua,
Ai e të liri në Greqi të punoj? Po mirë, më. Diri këtu. Jo, më ke mua. Ke mua është fjalë mbështetje. Jo mbështetje, jo mbështetje, jo mbështetje, jo. Jo, se mund të dali nesër babai Kristos thotë që e kam dashur si vajzë, e kam dashur. Si vajzë? Po. Çfarë vajzë o Eni, çfarë vajzë? Po çfarë të ka bërë pra se tash duhet Po të? dhe të më shfrytëzon Eni, po s'mundin e mua, nuk mundi. Nuk mundi të më kapte dot. Se s'kishte. Dhe ti ike nga kjo gjë? Jo, hika. Po me kë ike? Hika u njojta, jo u njojta, po më mashtroj dhe një gjirokastrit, Julian Gjoqa, që ai do ta paguaj shumë shtrejt. Nga mua. Po me gjirokastritin. Jo, mor, jo. Unë po ta paguaj atë. Do ta paguaj shumë shtrejt nga mua ia, pa i më. Tani Juliani të mori. Jo, përpara se të shkojmë tek Juliani. Po. Pse nuk i the bashkëshortit tënd që babai yt kështu? Si t'ja thosha o zotjardi, si t'ja thosha mua mu herë syt, nuk mundesha mua, as babaj tim se kam thënë, as jeriu nuk e kam thënë, e kam bajtu për veten për brënda, se kisha fëmijë të vegjël, nuk më kuptoni zotjardi, nuk më kuptoni. Nuk e besoni se ky është Nuk më realiteti, nuk besoni, besoj. kush të më besoj? Tani, unë jam një gruaj pa mbrojtur, një baba të sëmur, një mama të sëmur, një vllaj që më ka hiku na jeta, 25 vjet, që unë e përjetova shumë keq, tani përjetoj dhe dhunën psikologjike nga njerëzit e burrit atje. Me që po kuptoj, thua që kishe ish bashkëshorti. Po ish bashkëshorti. Donte, më falë pak, donte të kapte vjeri. Po pra. Pastaj ike me një tjetër. Po pra ika qarë të bëj, ai donte që të më ndihmonte, po nuk më ndihmoj, më braktisi dhe ai më punonte. Barbarisht ishte drogaxhi, burgaxhi. E futa në burg, se më goditi me shishe, donte të më dhunonte me thik. Ai person. Ku e gjete? Si e gjete? Se ishe gruaj martuar ti? Oj, gruaj martuar. Si të doli ky Juliani? Gjom një sekund. Si punë e femrave të brishta, si thonë atësaj të... Të brishtat, pa brishtat, tani si e gjete? U gjetëm në telefon si punë atyre që u gjetëm. Po. Oke, dhe më tha mua do të ndihmoj unë, do të ashtu. Nuk më ndihmoj. Do vend tha në Suedi tha. Pse i thash unë? Përse më do mua e ti, për letrat i thash unë, do të për letrat dhe ai më shfrytëzonte me një tjetër, o e një fliste me telefon me të tjera. Edhe njërë. Fliste në telefon me tjetër këngë, me një grua tjetër. Të trahtonte, po jo të shfrytëzonte, se nga çudite. Po dhe më ka shfrytëzuar, pra, do të më fuste në bëjmë rrallë fjalët. Si ka përcejmë gjërat se Kristo Qirollari po të dëgjon. Po ta dëgjoj. Ke fëmijët e tu atje, ke vjerin dhe vjerën, dhe të qëndrojmë njerë të lidhja e parë. Po do ta dëgjoj. U lidhe me këtë, jetove në Janin, linde djalin e parë. Të lutem. Linde djalin e parë, linde të dytin, kur lindi i dyti të tha shko tek po në Shqipëri. Dhe ti more fëmijët dhe vajte në fshat të Përmetit. Dhe jetove 12 vjet me vjerin dhe vjerën pa burr. Se duhet thënë dhe kjo. Pra Kristo Qirollari e mori këtë, e çoi në stërbec të Përmetit, tek babai dhe tha rri me baban se unë do rri në Greqi. Dhe kjo ka ndodhur. Tani se ti ka qenë jeta në fshat, unë këtë s'ka them do se e di ti, babaj në kanë na Janina, se këti me motrën, të vjerin e ke denoncuar këtë vjerin. Sa vjeç ka qenë vjeri kur vajte ti? 2013-ën, erdha, se lindë që erdha me çonin, a ishte i ri. Pra këtë po themi. Po, ishte i ri. Tani unë, më tha mua, do vesh në Shqipëri se unë do ri me motrën dhe me kunatin. Më oqin a shpja që isha atjeja dhe mbajt, do iti me motrën dhe me kunatin. Se më heq mua i thash una. Vjeri të ndau. Po, pra. Dhe të tha që normalisht më ke mua lënë e burit. Dhe më ke mua ti e në kupton unë jo, se unë kam jetuar 25 vjet, me vjerin dhe me vjerën. O eni, gjërat të pa dëgjuara. Janë shumë, edhe mua më vjen shumë... A i ka ke thënë si vajzë, ti thua që më ka provokuar si femër. Kjo është e mbalë ti përgjegjësinë, a i po dëgjon me gjithë respektin. Ta dëgjoj për të kishë nga mua.